jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision I radhës. Assalamu alaikum, shikues të nderuar, vazhdojmë me emisionin ton Merr Frim. Mysafir sot e kam një host të ri, energjik, elhamdulillah, hoxha I nderuar Semir Ademi nga fshati Studenitshan. Mirë se erdhe hoxha. Mirë se u gjetëm. Si po kalon? Mirë, elhamdulillah. Ju si jeni? Elhamdulillah, mirë. Allah është përblef për ftesën fillimisht pa. Amin, faleminderit. Kam derin, sidomos me xhallar të rinj, disish më mirë po na hes. Alhamdulillah. Hoxh, kena përgatitur një temë për Ibn Kaimin. Gjithsesi 10 thënie nga Ibn Kaimi do t'i trajtojmë. Mashallah, Ibn Kaimi, a ka mundësi në fillim për Ibn Kaimi shkurtimisht? Ibn Kaimi për ndryshe është quajtur edhe Tabibul Kulub, do të thotë mjek I zemrave, për shkak se ka tregu shumë për çështjen e zemrës, për sëmundjet e zemrës, për shërimin e zemrës. Do të thotë kur flasim për sëmundjet dhe shërimin e zemrës, flasim për sëmundjet siç është hasedje, gibetje, sëmundje tjera dhe shërimi I saj si bëhet në mënyrë do të thotë fetare pa. Përkthimi I Novkës Ibn Kaim. Djali I Ibn Kaimi, do të thotë biri I Kaimit pa. Kaim do të thonë faktikisht këshilltari I xhamisë ose tenet që është I njësh Otbori. Djali I Otborit faktikisht. Atëherë po fillojmë me thënjet. Thënia e parë ka thënë Ibn Kaimi, durimi është që zemra të mos kundërshtojë caktimin e Allahut, të mos zemrohet ndaj tij dhe të mos ankohet për Zotin e saj. Jena të fol për sabrin, durimin. Normal pa. Ibn Kaimi rahmetullah alej kur ka fol për durimin, do thotë në këtë rast kjo thënie e tij tregon që jo vetëm si thënia e Ibn Kaimit, mirë po edhe Allah subhanahu wa taala ka treguar fillimisht para se tim thënia e Ibn Kaimit se durimi njeriu e bën durimin pasi sprovohet. E sprovat mund të jenë në mënyra të ndryshme. Mund sprovohet me ndonjë sëmundje, I vdes ndonjë prej prindërve, ka mundësi të sprovohet me evlat e kështu me radhë, e pas sprove normalisht vjen durimi. Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë te Allah subhanahu wa taala me durim dhe me namaz. Do thotë kërkoni ndihmë. E ndihma kërkohet këtu në këtë rast këtë ajet kuranor me durim. E më poshtë atje në ajetin kuranor që është njëjtë në surën Bekare, thot Allah: "Alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun." E kur ata I godet ndonjë sprov, ata I kthehen Allah subhanahu wa taala dhe I thojnë: "Te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi." Ibn Kaimi rahmetullahi alej në këtë thënie që e përmendëm më lart, është durimi është që zemra të mos kundërshtojë caktimin e Allahut. Thot kur njeriu të sprovohet, mos t'i thot vetes ti pse më ka godit mu kjo sprov. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala e don robin dhe e sprovon. Para mendo tash me ardh Xhibrili alayhi salam dhe me thon ti për shembull si sunullah që Allahu subhanahu wa taala don sepse të ka sprovu. Allahu akbar. Normalisht do ta prisje me emocion, me gëzim. Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka treguar një gjë të tillë. Ose nëse të them tash, ja letrën që e ke përpara, shënoj një numër sa të holla don, sa pasuri don. Ti mund ta shkruash 1 milion, 2 milion, pa kufi, ku ta diun. E Allahu subhanahu wa taala e ka përgëzuar besimtarin këtë rast. Si e ka përgëzuar? E ka përgëzuar duke I thënë: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Ndërsa durimtarve na ju japim shpërblime pa mas. Pa kufi. Thot e shkruan sa don ti. E në këtë rast ai I sprovuari. Pa ma parasysh cila është sprova, sepse të sprovuar kanë qenë edhe pejgamberët e Allahut. Pa ma parasysh cila sprov është, nëse bën durim Allahu do të jep shpërblime pa mas. Durimi është në fakt me thonë e ka caktuar Allahu, unë nuk ankohem. Normal.
Do më thonë, inna lillahi ve inna ilaihi Te rajiun. Allahu t'jemi dhe tek ai do të kthehemi, kështu do të arrish edhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Do më thonë, e dëgjuat hoxhën. Na letrën me ata dikush me thonë shkruaj një cifër, 1 milion euro, 2 milion euro, 3 milion euro. Edhe ty që je sprovu me evlat, me lloj sprova kemi. Shpërblimi pa mas, thot Allahu. Nuk ka që ka shpërblim, po pa mas, pa kufi. Alhamdulillah. Alhamdulillah që jena musliman edhe bëjna sabër në sprova të ndryshme. Alhamdulillah. Pastaj vazhdimi i thënies sot Ibn Kaimi të mos zemrohet ndaj tij dhe të mos ankohet për Zotin e saj. Thot këtë rast mos i thot Allahut pse më godite mu. Pse bashkë mu më gjete. Jo, në njëjtën kohë, na nuk e kërkojmë sprovën. Mirë po nëse ajo na bie, Allahu na mëson që si të jemi durimtar dhe si të sillemi karshi sprovave. E në këtë rast, kur të bëjmë durim, atëherë Allah subhanahu wa taala din si ta shpërblen robën e tij. Thot në një ajet tjetër kuranor, ku Allahu tregon se si melekët do t'i përshëndesin durimtarët në xhennet. Do t'ju thojnë durimtarve, selamun aleikum bima sabertum. Paqja dhe mëshira Allah qoftë mbi ju, o ju durimtar. Fe ni'ma uqbad dar. Sa shtëpi e mirë ju takon juve. Shtëpi e falënderimit, shtëpi e durimit që keni bën ndaj sprovave në këtë dunja. Andaj kështu duhet të jetë robi karshi sprovat e tij, pa marrë parasysh që la sprova e tij normal për ta bën më interesante këtë thënie të Ibn Kaimit. Kemi shumë pejgamber të Allahut që kanë qenë të sprovuar, mirë po më i sprovuar i ka qenë Ejubi alayhi salam, që kanë ardhur transmetime që ka qëndruar në shtratin e tij 18 vite. Allah subhanahu wa taala i kishte dhënë pasuri, i kishte dhënë shëndet, i kishte dhënë familje dhe pastaj e sprovoi dhe ja mori të gjitha. Ja mori pasurinë, ja mori familjen, ja mori edhe shëndetin. Dhe qëndroi i shtrir në shtratin e tij për 18 vite. Asnjëherë Allahut nuk i tha pse be mu, pse bashkë mu më godite me këtë sprovë. Jo, e falënderonte Allahun subhanahu wa taala derisa Allahu ja dha shpërblimin edhe në këtë dunja e inshallahu taala do t'ja jep edhe në botën tjetër. Alhamdulillah, thonja gjigante nga Ibn Kaimi. Shkojmë me thonjën e dytë. E ajo thot kështu, do më thonë, Ibn Kaimi ka thonë, në zemër ka një copëtim, qarje e zbrastësi, që nuk e bashkon askush përveç kthimit tek Allahu. Si që thamë fillim që Ibn Kaimi rahmetullah alej shumë ka folë për zemrë. E në këtë rast shumë njerëz e kërkojnë lumturin në pasuri ose në famë, por zemra nuk gjen qetësinë e tij derisa të lidhet me kryesin e tij. Thot, na si njerëz, pa ma parasysh, jemi musliman, po edhe pa besimtar. Secili e ka synim që të arrijë një shtëpi të bukur, të arrijë një vetur të bukur, mirë po nëse në zemrën e tij nuk e ka Allahun subhanahu wa taala, nuk gjen qetësi. Ibn Kaimi rahmetullah alej e ka tregu këtë për shkak se njeriu sado që ka të mira në këtë dunja, pa besimtar na kemi plot. E marrim një shembull, Bill Gatesi. Është miliarder, multimiliarder, ose ai tjetri Elon Musk, po. Janë njerëz që kanë pasuri të shumta, mirë po nuk e gjejnë qetësinë, për shkak se qetësia arrihet duke e pas Allahun subhanahu wa taala në zemër. E nëse Allah subhanahu wa taala nuk e ki në zemër, zatën edhe këtë dunja ki me humb, po edhe botën tjetër. Sepse në këtë dunja ti ndoshta në atë moment e shijon atat hollat, pasuri me vila luksoze, ku ta dion farun, mirë po kur shkon tek shtëpia, me ra me fjet, nuk e bën as gjumi rahat, te na themja. Nuk kam mirë po, çata çka e kam e bëj gjumin rahat. Qetësia normalisht arrihet vetëm duke e kujtu Allahun subhanahu wa taala dhe duke e fut Allahun subhanahu wa taala në zemrat tona. Të këto vipat, më thojza, kanë këtar e tjerë, shohim në për Instagram lumturi. Jam këtë deti, jam këtë koncert, jam... Dikush mundet me thonë, ju më falë një sa dush, po ato janë të u knaqë. Po na
ashtu siç i shohim ata në për rrjetet sociale që janë të lumtur në për vende të ndryshme, në për vende luksoze, po të njëjtit i shohim që pas 1 muaj, pas 2 muaj, është nda nga bashkëshortja, ka filan problemi, është kap me drogë, Shumë e qartë, po, sidomos me drogë. raste të ndryshme që i shohim për shkak se ai nuk e ka kap rrugën e drejtë. Nuk e ka kap rrugën e Allahut subhanahu wa taala, se po të ishin kap pas Allahut subhanahu wa taala, pas librit të Allahut subhanahu wa taala, pas thënieve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim që do ta shijonin këtë jetë dhe do të kalonin shumë më mirë edhe në jetën e tyre bashkëshortore, edhe në jetën e tyre luksoze që e kanë, edhe do të shkonin te Allahu subhanahu wa taala, e Allah subhanahu wa taala me mëshirën e tij padyshim që besimtarin e mëshiron. Shkojmë me thënien e tretë, Ibn Kaimi ka thënë, kush e njeh Allahun e do atë, dhe kush nuk e njeh këtë botë, nuk lidhet pas saj. Një interesante. Kjo ndërlidhet me të ditën, është interesant se kjo dunja është interesant. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunjaja është burg për besimtarin dhe është xhennet për pabesimtarin. E këtë thënie më mirë e ka komentu imami i madh, muhadithi i njohur, Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani ka qenë njeri i pasur, me tesha të bukura, i hipur në kali, dhe duke hes një ditë rrugëve ku ka jetu, e ndal një jehut, një pabesimtar, e ai i veshur me tesha të grisura, i përlynjer, jo me pamje të bukur. Megjithatë, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, pas i kalon pranë tij, ai e ndal. Sot o imam, e ka njohur Ibn Hajarin rahmetullah alej, i ka thënë, a nuk ka thënë ai pejgamberi juaj se dunjaja është burg për besimtarin dhe xhennet për pabesimtarin? Tha po, është e vërtetë. Mirë po, ai kur e ka komentuar këtë hadith ka thënë kështu, është burg për besimtarin për shkak se besimtari sado që ka pasurinë këtë dunja, ajo dunja tjetër është shumë më e madhe. Shumë pasuri më të madhe këtë në dunja, shumë mira më të mëdhaja. Ndërsa është xhennet për pabesimtarin, se pabesimtari kur shkon atje do ta ketë shumë vështirë. Shumë më keq. Po. Do ta ketë shumë të vështirë, për shkak se ka shku te Allahu subhanahu wa taala pa fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Andaj për atë ka thënë Ibn Kaimi, kush e njeh Allahun e do atë, dhe kush e njeh këtë botë nuk lidhet pas saj. Na e njohim Allahun, kur them e njohim, jo vetëm si Zot, kam për qëllim i njohim emrat e tij, i njohim cilësitë e tij, e dim që Allah është mëshirues, e dim që Allahu është mëshirbërës, e dim që Allah është i pasur, e dim që Allahu i jep besimtarit të mira, e dim që Allahu na sprovon dhe na ja kthejmë me durim, e kështu me radhë, dhe kështu e arrim lumturinë në këtë dunja dhe në botën tjetër inshallah. Alhamdulillah. Çka do të thonë kjo mos mu lidh pas dunjos, a ka mundsi pak me thjeshtëzu këtë çështje, mos u lidh pas dunjos. Që na jemi misafir në këtë dunja. Sikur hinë atë dhomën e provimit, sa është provimi 40 minuta, 45 minuta, që 1 orë, edhe çka ke mësu, e ke shkrujt, e ke shënu, dhe ke dalë për asaj dhomës provimit, në qoftë se ke qenë i suksesshëm, ki me kalu vitin tjetër. Në qoftë se ke qenë i pa suksesshëm, do të ngelesh prapë në atë vit. E parafërsisht, në qoftë se ti ke ngel në këtë dunja, që është kjo dhomë e provimit këtë dunja, ti nuk ki me mbet këto. Kjo është dallimi i provimit. Ti ose ki me shku në xhehenem, ose në qoftë se ke qenë musliman, e lutim Allahun të na mëshiron me mëshirën e tij, për shkak se e tha pejgamberi alayhi salam që secili rob që ka në zemrën e tij sa grimca nga fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, do të hyjë në xhennet. Andaj ne shpresojmë që të jemi për atyre besimtarë që të hyjmë në xhennet. Mirë, po realiteti i kësaj dunjaje është kjo. Sado që jeton mundohesh, jo ta ndërtoj një shtëpi, jo ta bëj atë, jo ta bëj këtë, një ditë do t'i bësh vitet
ashtu ishte edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbushi në 3-63 vite dhe shkoi te Allahu subhanahu wa taala. E çka do të marrim ne pas vetes? Kjo është shumë e rëndësishme. Pejgamberi alayhi salam tha: "Kun fi dunya ka'annaka gharib." Jeton në dunja sikur je i huaj. Je i huaj dhe je nis me një udhtim, pushon në hijen e atij drunit, e ajo hija e atij drunit është kjo dunjaja dhe pastaj e vazhdon udhtimin, e udhtimi do të jetë ose xheneti ose xhehenemi, Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit. E për realitetin e kësaj dunjaje kemi edhe shumë hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditëve, dhe ta përmbyllim, bëse këtë thënje mos zgjatet shumë, pejgamberi alayhi salam Sallallahu alaihi wasallam ishte me 2 shokët e tij dhe kalonin pranë një edhi. Na e dim, mish edhi. Kalon dhe pranë një edhi dhe ai edh i kishte veshët e këputur dhe ishte i ngordhur. E pejgamberi alayhi salam ju tha shokëve të tij: "Tha kush do ta blen këtë edh për 1 denar?" Ja Rasulallah, kush e blen këtë edh për 1 denar, i ngordhur mase edhe i gjallë me qena, i vesht e këput t'i ka, i shëmtuar, a kupton pa. I shëmtuar. Edhe i ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtyre shokëve, ju tha që aq e pavlerë që është ky edh tek ju, dunja është edhe më e pavlerë për Allah subhanahu wa taala. Dhe thotë kjo dunja nuk ka vlerë te Allah subhanahu wa taala, por neve na ka kriju, siç thot Allahu në Kur'an, "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Nuk i kam kriju njerëzit dhe xhinet përveç se për të më adhuruar mu, e na mundohemi të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç na ka mësuar Allahu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, hoxha, këto që janë dhënë pas dunjos e konsiderojmë vetin shumë shumë të mençur. Domethënë kena përparu shumë, edhe shumë musliman bile ndikon për asaj. E këto që i japin prioritet ahiretit, jetës pas kësaj dunjos, shofën me syrin e nënçmimit, e këto janë taliban, këto janë të këqet, këto janë të prapambeturit sena. Si e kështë komentuar? Vallai realiteti i kësaj nuk mund ta kupton njeri, veçanërisht ata që e thonë që na jemi këtu, këta, na jemi filan, ja alani, kështu ashtu, vetëm momentin kur do t'i mbilën syt. Allahu Akbar. Kur do t'i luten Allah subhanahu wa taala, Allahu ka treguar në Kur'an: "Rabbi rji'uni", o Zot, më kthe prap. Edhe ka treguar realitetin, e këtyre njerëzve. Pse me të kthi prap? "La'alli a'malu salihan fi ma tarakt." Tha që të bëj vepra që i kam lanë, që ta adhuroj Allahun, të bëj vepra të mira. E Allahu ja përgjigje më një herë pas këtij ajeti, thotë: "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Kurse si, këta janë fjalë të kota që i thot ai. Këta janë fjalë të kota, e realitetin ata do ta shohin në varr. Kur t'i vinë dy melek, do ta pyesin 3 pyetjet, nëse ke qenë besimtar i mirë, do t'ju përgjigje shumë lehtë. E nëse ke qenë prej mendjemdhëjve, siç ka treguar Allahu në Kur'an për mendjemdhëjt, që ata nuk mund ta çajnë as tokën, e ka treguar edhe për Karunin, e ka treguar për Firaunin, secili është treguar mendjemat mirë, po në atë dynja ata do të ringjallen sikur ata bubrecat. E do t'i nënpërkambin njerëzit. Do t'i shkelin për shkak se në këtë dynja janë sill me ego, me mendjematësi që unë e kam bën, unë e kështu e unë ashtu. Allahu na falti, Allahu ju zoft. Na nuk ka dëshirojmë, absolut. Nuk ka dëshirojmë që ata të ndëshkohen, mirë po kërkojmë nga Allahu që t'i udhëzon ata. Amin. Shkojmë me thënien e 4. Ka thënë Ibn Kaimi, nuk ka asgjë më të dobishme për zemrën se sa leximi i Kuranit. E kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Libri i Allahut që i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që sahabët menzi prisnin që zbresin ajetet nga ana Allahu subhanahu wa taala. E pejgamberit alaihi salam, kur i zbrisin ajetet, na i kemi ndëgjuar ligjërata të shumta nga xhallarët,
që kishte ata vështirësitë, ndonjëherë kapte sikur ajo smundja e epilepsisë, shtrëngime, temperaturë kështu me radhë, dhe derisa u kompletua Kur'ani për 23 vjet. Na shumica e muslimanëve, mos them 100% se është shumë, mirë po mësojmë leximin e Kur'anit. E bëjmë hat me Kur'anin, mirë po pasi e bëjmë hat me Kur'anin, për fat të keq, shumica i lamë në ata raftet tona, i ka pluhuri, nuk e lexojmë, apo ndoshta e lexojmë gjatë muajit të Ramazanit pak, dhe pastaj e lamë përsëri, e që kjo është një dobësi të shumë njerëz. Kur them të shumë njerëz, e kam për qëllimin edhe të njerëz që janë besimtar të mirë. Kam dëgjuar një thënie para disa ditëve apo para një jave nga një dietar arab që më ka pëlqyer shumë. Ku tha udhëzimi nuk është dekor. Unë jam i udhëzuar me mjekër edhe u kri krejt puna. Udhëzimi don vepra. Udhëzimi don namaz, udhëzimi don lexim të Kur'anit, udhëzimi don sjellje të mirë me njerëzit. Udhëzimi don moral. Udhëzimi don mos i bësh dëm kojshijes. Andaj na si rob të Allahut duhet t'i kthehemi librit të Allahut. Nëse do t'i kuptonim ajetet kuranore, vallahi nuk do të ishim njerëz që silleshim keq me prindërit, nuk do të ishim njerëz që silleshim keq me kojshi, nuk do të ishim njerëz që silleshim keq me vëllezërit tan, e kështu me radhë. E vepra të këqija që Allahu na i ka mësuar në Kur'an. Çka tha Allahu? Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Nëse këtë libër na do t'ja zbritnim një kodre, do ta shihja atë kodër të shkapërderdhur, të pluhurosur nga frika e Allahut subhanahu wa taala. E këtë libër ne Allah subhanahu wa taala na ka dhënë para duarve tona, dhe për çdo shkronjë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është 10 sevape, 10 shpërblime. Andaj këshilla ime është që na si rob të Allahut mos na kalon një ditë pa lexuar spaku një ajet kuranor. Të hapim librin e Allahut, lexojmë një ajet kuranor apo 2 ajete kuranore që të jemi të ngjitur apo të kapur për librin e Allahut, sepse do të pyetemi te Allahu subhanahu wa taala se sa e lexuam librin e Allahut. Zatën, libri i Allahut do të jetë edhe dëshmi për neve në ditën e Kiametit, ku filani ka lexuar, ka mësuar çka, filani ka mësuar çka. Aq sa ka mësuar përmendsh, do t'i thuhet irtaqi, lartësohu, ngritu, derisa hafizat e Kuranit janë atje lart për shkak që e kanë mësuar përmendsh librin e Allahut subhanahu wa taala. O, që kur thave një shkron 10 sevapa, ka mundësi pak një shpjegim pak më të qartë? Po, ka tregu pejgamberi alayhi salam. Sallallahu alaihi wasallam. Kur ka thonë elif lam mim, nuk është një shkronjë, po ka thonë elifi është shkronjë 10 sevape, lami është shkronjë 10 sevape, mimi është shkronjë 10 sevape. Vetëm me fjalën elif lam mim ti e ki 30 sevape, 30 shpërblime te Allahu subhanahu wa taala. E para mendohet një faqe, 2 faqe, 3 faqe që janë qindra apo mira shpërblimet e Allah subhanahu wa taala. E këto shpërblime, sevape, se sevap do të thonë shpërblim apo jo? Shpërblim, po. Këto shkojnë konton tënde, edhe në ditën e gjykimit i xejnë këto. Shumë e vërtetë. Se ne kështu duhet mi bën hesape. Analizat, po. Analizat. Dikush i bën me parë, dikush me sevape, me shpërblime. Kështu që këshilla jote është të lexojmë sa më shumë Kur'an që të fitojmë shpërblime dhe sevape. Po. Është interesant se ka njerëz pa të regu njëherë një profesor në klasë atje në Medine për një koshien e tij që e ka pas, fqinj. Gjithë njerëzit thoshte e paragjikonin për shkak se nuk ishte mjekër, ishte vetëm me mustaqe. Mirë po, ishte prej robërve të Allahut që adhuron të Allahun subhanahu wa taala më shumë se të gjithë ne aty në lagje. Allahu akbar. Shkonte 30 minuta para namazit në xhami. 30 minuta para namazit në xhami. Lexonte Kur'anin çdo 3 ditë,
e bënte hatme, e përfundonte. Ndërsa thoshte ne, ai e merrte në përgjithësi, shkojmë ose rekatin e 3 ose të 4 të farzit, duke u vonu për çdo namaz. E nuk mund të jenë të njëjtë, të barabartë, ai i cili shkon më herët dhe lexon Kur'an dhe ai i cili shkon e kryen namazin sa për ta kryer farzin. Andaj kjo tash del diçka tjetër, mos i paragjikojmë njerëzit në pamja, kupton? Absolutisht. Po të lexojmë librin e Allahut dhe ka njerëz që lexojnë nëpër shtëpitë e tyre, andaj unë njoh njerëz plot që lexojnë çdo 5 xhuza lexojnë pas namazit sabat për çdo ditë. As ka mjekër që. Po, s'ka mjekër, nuk e njeh kërkush, nuk e di askush, po lexon për Allahun subhanahu wa taala. Shumë mirë që hinë në këtë temë se po, mjekra është sunet, absolutisht, po do më thonë leximi i Kuranit është diçka edhe ma e mirë apo. Normal. Po thonja e 5 e shkurt e qartë nga Ibn Kaimi. Mëkatet sjellin errësirë në zemër. Pejgamberi alayhi salam thot, çdo mëkat që bën robi i vendoset një pikë e zezë në zemër. Dhe nëse pendohet, fshihet ajo pikë. E nëse vazhdon me mëkatet e tij, zemra e tij njolloset dhe bëhet krejt e zezë. Dhe pastaj ky robi i Allahut kur e kryen adhurimin, pa ma parasysh është namazi ose ndonjë ibadet tjetër, nuk e ndjen atë. E ki pa një njeri kur udhëzohet në fillim, për shembull, nëse kur je udhëzuar në fillim ose jam udhëzuar në fillim, e kam ndjen ndryshe namazin, tash e ndjen ndryshe. I e kënaq ndryshe, tash nuk e ki atë kënaqësinë e fillimit të udhëzimit. Krejt kjo është si pasojë e mëkateve. Sepse na gjithë jemi rob të Allahut, gjithë bëjmë mëkate, gjithë na ik diçka, dhe për çdo mëkat bëhet një pikë në zemër. Andaj për atë na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kërkojmë falje. Dhe ai pejgamberi i Allahut kërkonte falje gjatë ditës dhe natës. Dhe një shembull që do ta bëj me çështjen e zemrës është se nëse njeriu i është njollos zemra, i është bën e zezë, dhe don ta kryejnë obligimin e Allahut dhe nuk e ndjen atë, duhet ta bëjë një vepër tjetër. Ti kthehet Allahut me pendim. Sepse shembulli i kësaj është sikur ajo ena që në atë enë na kemi hangër pasull për shembull, ose kemi hangër gullash që është e njohur tek ne pa. Mos më përmend. Edhe pasi e kemi hangër atë ose ka mbet pak që fundi, na në atë enë nuk mujmë me hudh mjaltë dhe me hangër mjaltën. Absolutisht. Se na kishardh gërdisi që përdorim na. Po e pastrojmë, pastaj e ham mjaltën. E kështu është me zemrën. Ta pastrojmë zemrën, pastaj ta stolisim me ibadet. Dhe kështu do ta ndjejmë shumë më mirë ibadetin, adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe mu për këtë tha Ibn Kaimi rahmetullahi alayhi, mëkatet sjellin errësirë në zemër. E shkak është kjo errësira që njeriu nuk mund ta shijon adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, bile e dërgon edhe më larg atje që të bën edhe mëkate të mëdha, Allahu na ruaj. Amen. Nëse ke bërë shembull shumë mëkate dhe nuk i kujton. Shumë kena bërë për shembull. Si mu pendu ki personi? Thap Allah subhanahu wa taala në ajetin kuranor: "Wa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Kjo ajet kuranor tregon dhe nuk ka nevojë me shtu kur gjahit. Thot ai i cili pendohet, wa man taba wa amila amalan salihan, dhe ban vepra të mira, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu subhanahu wa taala ja shëndron gjunahet në sevape. Pendimi sinqert. Nëse është pendu sinqerisht që Allah subhanahu wa taala dhe ja ka dhënë fjalën Allahu subhanahu wa taala që nuk do të kthehet më tek ata mëkate që i ka bë, Allah subhanahu wa taala ata mëkate që i ka bë do t'ja shëndron në shpërblime. Mi po na mund themi që bëjmë mëkate, pendohem dhe përsëri pendohem dhe përsëri bëjmë mëkate dhe kështu vazhdon. Ka hajër në këtë punë. Për shkak se kanë thënë dietarët, nëse njeriu bën mëkate dhe pendohet
dhe përsëri bën mëkate dhe pendohet, ai njeri ka diçka në zemrën e tij, e që është Allahu subhanahu wa taala, e ka si ta themi, atë shpresën që Allahu subhanahu wa taala ka m'ia fal. Se ai keq hiç nuk pendohet. Ai keqi e ka lënë pazore krejt dinën e Allahut, as namaz farze, as xhumaja, as bajrame, as pendime, ja, nuk shkon nga ajo rrugë. Po të shkojmë me thënien e 7, e 6 në fakt, ka thënë Ibn Kaimi, kush kujton pasojat e mëkatit e ka më të lehtë të bëjë durim ndaj tij. Pasojat e mëkatit, për shembull, njeriu nëse e bën një mëkat, ndalet dhe mediton. Për shembull, lënia e namazit. Lënia e namazit është mëkat është. Edhe ato mëkat i madh apo jo? Prej mëkateve të mëdha, po dietarët kanë hyrë në debat tash, a është besimtar ai i cili e lën namazin apo nuk është besimtar, dhe kjo është rrezikshmëri e madhe. Dhe ndalet dhe lexon ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Ma salakakum fi saqar. Çka ju solli juve në zjarr? Vetëm ndalet dhe të mediton, e kum lënë namazin, kështu që thot Allahu në Kur'an. Qalu lam nakum minal musallin. Ata do të përgjigjen dhe do të thonë, na nuk ishim prej atyre që e falnim namazin. Na nuk ishim prej namaz falësve. Meditojmë se si do të sillet Allahu subhanahu wa taala me neve në atë dunja. Dhe shumë ajete kuranore, ku thot Allahu në një ajet tjetër kuranor, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u s-salat. Do të ketë gjenerata pas juve që ta lanë namazin. Gjibrili alayhi salam kur ja prun këtë ajet kuranor pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, atudayyu ummati s-salat? Tha kanë me lan ummetim namazin? Tha Gjibrili alayhi salam, tha do të vinë një gjenerat që do ta lanë namazin, do të mbashtrohen pas mashtrimeve të kësaj dunjaje. فخلفهم من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ata do ta kenë si shpërblim ghaja. Ghaja është një lugin në xhehenem. Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Pastaj nëse ke bën ndonjë gjunah tjetër, ke bën zina, Allahu na ruaj. Të meditojmë rreth gjunahit që e kemi bën. E kështu kur të meditosh se si do të sillet Allahu në dunjan tjetër, ku pejgamberi alayhi salam udhtoi për në Mi'raj, pa disa njerëz që dënoheshin. E prej tyre e pa një njeri që e linte mishin e freskët dhe e hante mishin e ngordhur. Dhe pyeti Xhibril alayhis salam, ja Xhibril, kush janë këta njerëz? Këta njerëz janë ata të cilët i kanë lanë bashkëshortet e tyre, kanë lanë halalin dhe kanë shkuar në haram. Kanë bën zinë, Allahu na ruaj nga zina. Edhe njerëz nëse ka mundësi të shtohet. Pejgamberi alayhis salam kur udhtoi për në Mi'raj, pa lloje të njerëzve që dënoheshin për mëkatet e bëra. Për mëkatet e bëra, pa. E pa një njeri që hante mishin e ngordhur dhe e linte mishin e freskët, mishin e mirë. E pyeti Xhibrilin alayhis salam, ja Xhibril, kush janë këta njerëz? Xhibrili alayhis salam ju përgjigj, këta njerëz janë tha ata të cilët e kanë lanë halalin, i kanë lanë bashkëshortet e tyre dhe kanë shkuar në haram, kanë bën zina. Allahu na ruaj. Amen. Allahu na ruaj. Domethënë pasojat e mëkatit ti meditojmë që ti meditojmë mëkatet që pastaj ta kemi shumë më lehtë që të largohemi prej tyre, pa. Shkojmë me thënien e 7. Ka thënë Ibn Kaimi, kush e njeh veten merret me përmirësimin e saj dhe jo me tëmetat e njerëzve. Kjo temë është shumë e qëlluar. Subhanallah. Është interesant se shumica e njerëzve që u bën muhabetin tjerëve, shumica e tyre ose e kanë të njëjtin ves, tash na jemi hoxhallar, na kemi punë me njerëz, po. Me llojet njerëzve. Po. Prej taj njeriu i mirë deri taj njeriu i keq i fundit. Na ka rasti të ulemi të pim kafe, të qëndrojmë, të bëjmë të bisedojmë me shumë njerëz, mirë po subhanallahu kur ndonjëherë kritikojmë dikuj që filani luan lojrat fatit. Ai thot, po be, është e vërtet.
A na është kjo një fjalë, nuk e di të na gjen në fshat e përdorin, unë me ti kafen e pia, ma unë ti di krejt punë, ta kupton. A ndoshta i njëjti e ban të njëjtin mëkat që na e dim, e aja bën muhabetin dikujt tjetër, thot filani kështu, alani kështu, ka qenë filan vendi, ka bën kështu, e Allah subhanahu wa taala për këta njerëz, kjo jo vetëm që nuk e përmison veten e tij, mi pa të njëjtën ku edhe ban gibet. Tha Allahu, ja eyyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve. Ja eyyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Disa prej dyshimeve janë mëkat. Kemi kujdes. Fala wala tajassasu. Mos kërkoni për të metat e njëri tjetrit. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. A dëshiron që dikush prej jush të hanë mishin e vllaut të tij të vdekur, ndërsa ju e urreni atë. Në moment që ti nuk e përmison veten dhe ja bën muhabetin dikujt tjetër, jo vetëm që bën gibet, jo vetëm që ndoshta ja shton edhe një fjalë kur e kanë pyet pejgamberin alayhi salam e të drune me lgibe, i ka pyet sahabët, a dini çka është gibeti? Kanë thënë Allahu wa rasuluhu a'lam. Ka thënë dërguari i Allahut e din më mirë, e din Allahu dhe dërguari i Allahut më mirë. Atëherë pejgamberi alayhi salam tha, dhikruka akhaka bima yakrah. Me ja përmend vllaut tënd për atë që ai e urren. E kanë pyet sahabët, ja Rasulullah, për atë që e ka, jo për atë që se ka, jo se për atë që se ka. Po për atë që e ka. E pejgamberi alayhi salam sallallahu alaihi wasallam ka thënë për atë që nuk e ka, ja diçka tjetër është. Ajo është shpifja, ajo është më e rëndë, po. Andaj na si besimtar duhet ndalemi një herë, ka dal pak. Ti bëjmë ata hesape, çka kam bën sot? Çfarë vepra kam bën? Duhet ta llogarisim veten para se na llogarit dikush tjetër, apo. Ndalemi natën, ta bëjmë një spisak, ashtu siç e bëjmë atje tek dyqani. Sa kam shite, çka kam shite, sa gjëra kam bën. Çfarë probleme, sa probleme kam bën. Ku i kam fol, ku si kam fol, ku ja kam bën muhabetin e kështu me radhë. Dhe pastaj na kur do t'i meditojmë këta, padyshim që do të merrim me veten tonë edhe do të largohemi prej thashethemeve dhe kështu do të largohemi edhe prej gibetit, edhe prej me thonë shpionllëkit edhe shumë gjunaheve tjera. Thënia është 8. Allahu zemrohet, do me thonë ka thënë Ibn Kaimi, Allahu zemrohet kur robi nuk kërkon prej tij, ndërsa njeriu zemrohet kur i kërkohet. Allahu zemrohet kur robi nuk e lut Allahun subhanahu wa taala. Mirë po ka lloje të lutjeve. Tash nuk është ndaluar që robi të lutet, ja Rab, ma jep një vetur të mirë, ja Rab, ma jep një shtëpi të bukur, ja Rab, me jep pasuri. Absolutisht. Mirë po me jashtë, kanë thënë dietar, me jashtu një gjën kësaj. Ja Rab, ma jep një vetur të mirë mua, nëse është ajo e hajrit për mua. Se ti Allah mund të ta mundsojë një vetur të mirë, apo nëse nuk ja shton këtë pjesë së duas, ajo vetur mundet me të bëjë helaç. Mundesh me bën ndeshje, mundesh me mbet në karroce, kështu me radhë. Me shkel dikan e kështu me radhë. E kur njeriu ta bën një lutje te Allahu, t'ja vendon atje në fund këtë çelsin. Po, nëse është e hajrit. Nëse është e hajrit, po. Nëse është e hajrit, ma mundsoj ja Rab. Dhe robi s'ka dyshim që duhet t'i lutë Allah çdo moment. Nuk duhet të themi na jam lut Allahit, mirë po nuk ma ka pranuar lutjen. Allahu ka urtësinë e tij. Ai e dim se nuk ta ka pranuar lutjen. Ose pse ta ka vënë lutjen. Çka tha? Njeriu nuk hub asgjë prej kur lutet apo jo hus. S'ka dyshim që s'hub asgjë pa. Nuk hub na ashtu falemi, krim obligimet ditore që i kemi 5 herë në ditë, e dikush falet edhe në pjesën e 3 të natës, lutë Allahun. Po lutë Allahun jo vetëm për këtë dunja, se na
Jemi lëshuar pas saj dunjas, lutim vetëm për këtë dunja. Jo ta lutim Allahun që të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Se ishte Omer radiallahu anhu që ese rrugëve të Medinës dhe i thoshte vetes së tij, mirë për ti Omer, si mos të kish lind nana hiç. Dhe qante nga frika për Allah subhanahu wa taala. Në momentet e fundit kanë treguar në transmetim sahabët, Omer radiallahu anhu lexonte ajetet kuranore, ku thoshte fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Një grup do të jenë në xhennet dhe një grup do të jenë në xhehenem. Fi ayi al-fariqayn anta ya Umar? Në cilin grup do të jesh Omer? Dhe qante. Dhe kështu robi duhet ta lutë Allahun subhanahu wa taala ta ruaj nga zjarri i xhehenemit. Subhanallah. Dhe duhet ta lutë Allahun me dua që e lusnin dietarët. Thuhet për Ibn Bazin rahmetullahi alayhi bënte tavaf Ka'bën. Tregonte njëri prej profesorëve 7 rreth rrotullime. E lutte vetëm me një dua Allahun subhanahu wa taala. Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O rrotullues i zemrave, bëje zemrën time të vendosur në fen tënde. Allahu akbar. Andaj na jemi besimtarë, na mund të themi un jam hoxh, edhe e kam të sigurt, ja. Duhet ta lutim Allahun subhanahu wa taala, na bën thebat, na bën qëndrueshëm në këtë fe deri në momentin e fundit kur dalim prej kësaj dhunjaje. Po, domethënë, këshilli sa bukur thot, kërkoj Zotit, edhe ti mirë thove për zjarrin e xhenemit. Isha të mendu, nëse tash sa i na gjallë, e lusim Allahun, o Allah, më mbroj nga zjarri i xhenemit. Po kur do të dalmi pastaj në ahiret, a bash mendon dikush që Allahi këtë lutje ka me refuzu? Kanë ardhur transmetime që Allahu subhanahu wa taala turpërohet të ja kthen robit duan prapa. Allahu akbar. Turpërohet. Turpërohet Allahu të ja kthen robit duan prapa. Allah ka treguar në Kur'an wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ta kur pyesin për ti o Muhammed, robrit e mi, nuk tha Allah thuaj. Krejt ajetet kuranor kur ka fol për alkoolin, yes'alunaka anil khamri wal maisir, për bixhozin dhe alkoolin ka thënë thuaj. Thuaj në ajetet kuranore, thuaj. Në këtë ajet nuk ka thënë thuaj, por ka thënë direkt un jam afër. Ka thënë dietarët, Allahu nuk ka dash me tregu largësinë e tij mes tij dhe robit. Sepse ndoshta kjo thuaj me hi ati ndërmjet ka mundësi që është si largësia, kupton. E Allahu ka thënë me një wa idha sa'alaka ibadi anni, nëse pyesin ti robrit e mi për mua, inni qarib, un jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutjes së lutësit nëse ai më lutet mua. Po na subhanallahu, siç e them më herët, që na jo që harxojmë diçka, veç me çu durt, me lut Allahun subhanahu wa taala sinqerisht, me zemër të sinqert, nuk humbim kur gjam. Ndoshta humb 1 minuta, 5 minuta, 10 minuta. Hoxh, shembull dikush është i sprovuar me pika më e dobët të çdo njeriu është evladi. Edhe dikush lutet, o Zot, është i sprovuar dikush për shembull me djalin e vet, i është smur. Edhe thot, o Allah, të lutem shëroj djalin. Lutet çdo natë, lutet çdo namaz, shembull. Lutet një javë, 2 javë, 1 muaj nuk shërohet, 2 muaj nuk shërohet. 1 vjet, 2 vjet, shkon numrin qabe, shembull. Ka mundësi edhe i ndron jetë, po. Po du me thonë, nuk shërohet, e lut edhe në qabe Allahun, e lut, gjithkon e lut, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, edhe nuk shërohet. Du me thonë, nuk ja pranon Allahu lutjen këtij personi. Shembull. Pse? Allahu ka përgatitur diçka më të madhe për ta. Allahu akbar. Na që lart treguam ku tham që Allahu subhanahu wa taala e sprovon robin për shkak se e don. E nëse ati nuk ja ka pranuar lutjen, ka përgatitur diçka të madhe në dunjan tjetër. Allahu akbar. E ajeti kuranor që e lexuam më lart tham, shtëpi e falënderimit, selamun aleikum bima sabertum. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju për që keni bën durim. Fa ni'ma uqbad dar, sa shtëpi e mirë ju takon juve. Dhe pejgamberi i Allahut ka qenë Ibrahimi alayhis salam. Allahu nuk i dha fëmijë dhe pastaj i dha fëmijë, e lutja Allahun ja pranoi lutjen.
Dhe shumë pejgamber të Allahut që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ndru një krejt fëmijët. Nuk ka pas më sprovuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përveç Ejubit alayhis salam, edhe disa pejgamber tjerë po. Mi po megjithatë ai i kthehi Allah subhanahu wa taala. Siri loton, zemra mërzite, po na nuk e themi përveç atë që e kënaq Allah subhanahu wa taala, te Allahu kemi dhe tek ai do të kthehemi. Andaj robi nëse i lutet Allahut, na krejt kemi derte, na krejt kemi ndonjë smund familjet tona. Kemi borxhe, sprova të ndryshme. Po. Allahu ka një urtësi për ti që ka përgatit që vetëm Allahu e din. Dhe kjo është premtim nga Allahu, nuk është premtim nga filani dhe fisteki. E kur premton Allahu, ajo realizohet padyshim. Është interesante, kam dëgjuar një thënie tash mos e gaboj prej dietarit Hasan al-Bukhari që është ligjërues në Mekë. Ishin prej selefi që e lusin Allah subhanahu wa taala. Dhe i thonin Allah kur e lusnin diçka Allah subhanahu wa taala, e Allahu ua plotson të dëshirën, thonin elhamdulillah, falëndrimi takon Allahut. E kur nuk ua plotson të dëshirën, atëre e falënderojnë Allahun edhe më shumë. Allahu akbar. Për shkak se Allahu ka zgjedhur për të diçka që Allahu don. Allahu akbar. Unë e visti shembull e bona për o Zot dëshiroj djalin. Kjo është një sprovë që e kanë plot. Ka sprova të ndryshme. Po ka sprova të ndryshme me magji, me sihër, me lloj-lloj sprova që na vinë mesazhe në audionora, kupton? Kështu që përgëzime apo hoç. Përgëzime, Allahu s'ka dyshim që për ta ka përgatitur atje në xhennet vendet e posaçme. E Allahu ju dhaj sabër, fillimisht i shëroft dhe u alargoft ta sprova, por nëse Allahu nuk u alargon këta sprova, s'ka dyshim që ata do të shpërblen te Allah subhanahu wa taala në botën tjetër. Do me thënia është Allahu zemërohet kur robi nuk kërkon prej tij, ndërsa njeriu zemërohet kur i kërkohet. Shumë e vërtetë. Pjesa e ditë është e qartë që njeriu është interesant këta thënie që i lexojmë në rrjetet sociale, po. Kërkova ndihmë, pata shumë shok kur kisha pasuri, mirë po kur Allah më sprovoi, nuk kisha asnjë, u largun krejt, kupton po. E tash njeriu është kështu, është i dopt. Nëse dikush ja ka prish qefin, ndoshta edhe ai si ka pas mundësit, tash unë ti kërkoj ti bosh një shumë të hollave, ti mundesh me më thonë s'kam valla. Ti e ke thonë të vërtetën. Mirë po tash unë duhet mu i dhnua, kupton? Ai ka pas po s'mi ka dhënë, unë e dija, kupton po. Andaj na nuk duhet të paragjikojmë për shkak se na e lusim Allahun subhanahu wa taala, e Allahu nuk na përgjigjet neve. Mirë po Allahu ka urtësinë e tij. Ka urtësinë e tij. Shkojmë me thënien e parafundit nga Ibn Kaimi, i cili thot kështu: përsosmëria e tauhidit është që në zemër të mos mbetet asgjë që ka përparësi ndaj Allahut. Allahu akbar, sa e fortë është kjo. Dhe kjo është ajo kulmi i imanit. Sa njeriu me plotsu imanin e tij, gjën e parë që ta ketë në zemrën e tij është Allah subhanahu wa taala. Pastaj me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kush e ka besu Allahun subhanahu wa taala me gjitha ata atributet, me emrat e tij, me cilësitë e tij, s'ka dyshim që shpresojmë tash që Allahu subhanahu wa taala do ta futë në xhennet. Tha pejgamberi alayhi salam, përmendëm hadithin më lart, kush thot fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah dakhala al-janna, do të hyjë në xhennet. La ilaha illallah muhammedur rasulullah. Allahu na mëson që të largohemi prej kësaj dunja me këtë fjalë pa. Këshiri sa fjalë e madhe, domethënë ai i cili e ka bindje këtë fjalë la ilaha illallah muhammedur rasulullah, nuk ka zot tjetër pos Allahut dhe Muhamedi është profeti i tij, shpëton nga xhehenemi dhe shkon në xhenet. Bi'idhnillah. Ata që e braktisin fejen, që thonë prej sot jemi musliman. Tash nuk e dija do të ishte në rregull këta ta them këtu në podcast, po ka ligje sheriatike. Amo rrezikojnë veten e vet. Vallahi ka pas prej sahabeve, nuk them sahabe, po ka qenë prej selefit që kanë lënë dinin Allah subhanahu wa taala. Ne e dina hurub ridda, luftat për atë që i kanë bën për ata që kanë lënë fen. Mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas njerëz prej arabëve që e kanë lënë fen e Allahut. E pastaj
Ebu Bekri radiallahu anhu ka urdhëruar që të luftohen ata, mirë po këta njerëz të cilët e lanë dinin e Allahut, s'ka dyshim që nuk ka shpëtim për ata. Nuk ka shpëtim dhe vendi i tyre do të jetë xhehenemi. Andaj këshilla ime është nuk bëhet lojë me dinin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk bëhet lojë me dinin e Allahut subhanahu wa taala për shkak se e dini rastin e luftës së Tebukut mos gaboj, kur disa sahabia që nga fundi i ushtrisë u tallën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Allahun dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e Allahu atërheqi vërejtjen. Nuk ishte ndonjë tallje e madhe, kupton po. A me këtë ushtri na kemi me fitu filan ushtria, kupton, ishte tallje e lehtë që neve na duket e lehtë. Po, po. Mirë po, ajo është diçka shumë e madhe dhe Allah subhanahu wa taala atërhoqi vërejtjen prej lart. Ja zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ata kërkuan falje. Kërkuan falje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj para mendo tash dalsh folish kundra fesë, kjo është edhe më e vështirë. Kjo është edhe më e vështirë që duhet kemi kujdes. Thënia e fundit nga Ibn Kaimi ka thënë, kur zemra mbushet me kënaqësi ndaj caktimit të Allahut, ajo mbushet me pasuri shpirtërore, siguri dhe kënaqësi. Komentimi i kësaj është që kam shënuar ndaj këtu, njeriu më i pasur nuk është ai që ka më shumë. Mirë po, ai që është i kënaqur me atë që Allahu i ka caktuar. Njeriu mund të ketë, përmendëm atje më lart, tash mos i përsërisim fjalët, mund të ketë pasuri. Flas edhe për fetar që janë jo stabil, kanë pasuri, kanë familje, kanë shëndet. Mirë po nga gafleti apo nuk e di kush është sebepi, shkaku, harrojnë që duhet të ndihmohet i varfëri, harrojnë që duhet të jipet zeqati, harrojnë që duhet të bëhet vepra të mira, dhe kështu ata nuk gjejnë lumturinë. Qindra mesazhe, shumë të ri që i ka kushtet, i pashëm, i bukur, Allah ja ka dhënë krejt mirat, nuk jam rahat. Nuk jam rahat, nuk mund të bëj xhumin, kam të na e përdorim sekëlldia, kupton. Siklet, s'mund me flet, pa. Dhe krejt kjo është si shkak që nuk është kthi Allah subhanahu wa taala. E fal ndonjë namaz, ndonjë e la, kupton, nuk është stabil. Nuk është stabil. Andaj duhet me pas kujdes. Sepse kënaqësia Allah subhanahu wa taala nuk arrihet me pasuri. Kënaqësia Allah subhanahu wa taala arrihet duke adhuruar Allah subhanahu wa taala, duke i kry ata obligime që ai ka obliguar Allah subhanahu wa taala, dhe me qenë edhe fukaraja më i madh, kime qenë i lumtur. Ibn Mesudi radiallahu anhu ka qenë njëri bari, njëri i shkurt, i dobët. Mirë po çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Abdullah ibn Mesudin kur sahabët ja pan kamët dhe qeshan. Ajo qeshan natyrore kur del prej njerëzve. Pa tendencë në çmimi. Pa tendencë në çmimi. Tha wallahi, tha pasha Allahun, tha kamët e Abdullah ibn Mesudit te Allahu janë më të rënda se kodra e Uhudit. Allahu akbar. Andaj ka njerëz që e arrin kënaqësinë e Allahut me një dhomë të vogël, nuk ka shumë të mira, mirë pa adhuron Allahun subhanahu wa taala, shkon i kryen ata punët ditore dhe është i lumtur. Wallahi pa. Me një dhomë që ti kënaqet. Pa. Dhe mund për këtë njerëzit duhet t'i kthehen Allahut, sidomos është problem është. Ata që kanë kushte pak më të mira, e kanë më të vështirë ti binden Allahut. Jo që na kemi edhe prej grupit tjetër që janë të varfër e sen, mirë po shkon edhe çat pak pasuri e ka, ja i harxhon mbi xhas, ja merret me drog, ja kupton. Mirë po, këtu është nuk është qëllimi që ki i varfër jeton mirë, ai pasur jeton keq, ja. Kënaqësia e Allahut do të thotë nuk arrihet me pasuri, kupton. E qartë. Kënaqësia e Allahut nuk arrihet me pasuri, po arrihet me bindjen e Allahut subhanahu wa taala, duke i kryer ata obligime që Allahu na i ka obliguar. Hoxh,
Shite këtu në çka po shkruan. Mashallah. Falë namazin, shpëtohu nga xhehenemi. Allahu na bëf prej atyre që e falim namazin dhe na shpëtof nga zjarri i xhehenemit. Po kjo është një moto shumë e bukur që ma ki borç një kësi majtë. Po inshallah. Dhe do ta mbaja me gjithë qejf. Po inshallah. Ama duhet me komentu njerë pak. Në shumë ajete kuranore, Allahu ka urdhëruar falë namazin. Ma eqimi sala, falë namazin. E lexuam edhe më lart disa ajete kuranore ku tham që pejgamberi alayhis salam është mërzit kur ka marrë vesh të ketë prej robërve të Allahut që nuk do ta falin namazin. E pyetja e pashë që t'i bëhet robit në varr është namazi. Në qoftë se i përgjigjet kësaj pyetje, është fjala pas 3 pyetjeve që kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është pejgamberit, pas edhe pyetje për namazin. Andaj duhet me pas kujdes që na si besimtar nuk duhet të diskutohet as pak. Na nuk duhet ta diskutojmë a duhet mu fal, as duhet mu fal. Namazi është borx. Namazi është borx në çdo moment, në çdo kohë, në spital, në fush, në balkon, në kamion, kudo që je, duhesh me e gjetë një mënyrë të vogël që me kri obligimin Allahut subhanahu wa taala. Allah ka bërë lehtësime. Allah ka bërë lehtësime gjatë udhëtimit, i shkurton namazet. Duke punu me teshat vjetra, falu ashtu se ata janë të pastërta. Kupton? Nuk i vend e merr një letër apo një patjetër duhesh më siguru vetes për shkak se gjitha obligimet janë bën obligim në tokë, përveç namazit. Namazi është bën obligim në qiell lart, atë që ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhtoi për në Mi'raj. Direkt Allahu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kurse si ky obligim nuk duhet të anashkalohet dhe të kemi kujdes për gjithë shikuesit, po edhe na si rob të Allahut të kryjm se ka dikush e kryjm mirë, po jo në xhami, a kupton va. Tash shpërblimi është ndryshe në xhami, ndryshe është vetë. Edhe dietarët, bile ka për dietarëve që kanë thënë nëse e ki xhamin afër dhe nuk del në xhami, e ki pikpyetje namazin që e fal në shtëpi, Allahu na fal. Jo se me Hoxhën Bekir diskutuam para 2 javë këta dhe kur e postova në Facebook pat shumë reagime. Kundër, domethënë nuk është e vërtetë që i shkon në xhenem. Po ajet Allahu në Kur'an shkruan banor të sekarit. Domethënë ti shtesh të kundërshtu fjalën e Allahut. Apo kupton? Kështu që është e vërtetë është. E vërtetë është. E vërtetë është. Shpëtohet nga xhenemi ai i cili e fal namazin. Fal namazin, s'ka dyshim pa. Është interesant se ai që se fal namazin normal si konvenon ki muhabet, a kupton? Normale ka me shkruajta që ai s'është e vërtetë pa. Sa i do me shpëtu të Allah me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Po ka thënë pejgamberi alayhis salam. Mirë pa ajo fjala i ka atje do dham. Ai çelsi nuk mundet pa dhamë me qel derën pa. E prej dhamëve më të kryesore është namazi pa. Allah na bëft këtë namaz Amin, inshallah. amin. Familjarëve këtë. Po që për fund ju jeni edhe me umre umirni, do më thonë hijjas turs, alhamdulillah. Alhamdulillah. Çdo muja si e keni pak. A trego pak për hijjas tursin. Po për ndryshe unë dhe Hoxha Arsim që jeton Po, në Mekë. Hoxha Arsim, Allah e shpërbleft e përshëndesim shumë Hoxhën Arsim. Allah na ka nderuar që me u marr me mysafir të Allahut, po. Kjo është ajo e para, po. Për shkak se qëllimi i umres nuk është se njerëzit mendojnë që umre dhe biznes, a kupton pa. Njerëzit s'kan munal tu fol, po. Qëllimi i umres është që me ndryshu njeriu. Unë sa ju them umrexhive që pasi të ktheheni prej umres, ma nuk duhet me qenë ata të njëjtit. Se njerëzit kanë me thanën, ti që je kanë qabe, ali ku je kanë. Po, dhe. Edhe duhet me ndryshu. Jo vetëm kjo vlen për ata që e krinë haxhin, jo, edhe për ata që e krinë umren, shpesh ju tham vëllezërve musliman të cilët se ka prej tyre që jemi realist që nuk janë të rregullt me namazin. Tash kur të kthehesh ma duhet me vazhdu ashtu si në qabe, po mos me lan namazin.
motra e muslimane të cilët janë pa mbulesë, ju them tash pasi që e keni vëndu këtu mbulesën, ma kthehuni me mbulesë, ma mos me u kthi pa mbulesë, se s'ka dyshim që çdo moment që qëndron pa mbulesë, ai bën gjuna Allah subhanahu wa taala. Se hinë tash në temë tjetër, po. Jo, s'ka lidhje, po. Po, me Hoxhën Arsim jemi ortak të firmës Hijaz Tours. Kemi edhe zyrën tonë këtu në Shkup tek Mavrovka, qendra tregtare. Organizojmë çdo muaj, bile në muajt nëntor, bile prej shtatorit do të fillojmë këtë vit, do të kemi edhe nga 2 grupe, bashkëpunojmë edhe me hoxhallar tjerë, të cilët e kërkojnë paketën nga ne, organizojmë dhe ua bëjmë komplet paketën. Kemi hoxhallar prej Tetove, prej Shkupi, rrethinës Shkupit, po kemi edhe bashkëpunim edhe me vëllezërit nga Kosova e kështu me radhë, po. Allah ju shpëlbej, domethënë kush është interesuar, e keni Hoxhën si udhëhec, ju jeni udhëhec apo? Normal, po me grupën tonë unë rregullisht shkoj si udhëhec. Cili va shpjegon mirë krejt Mekën, Medinën, çish duhet, ku me shku, ku mos me shku, për ndryshe Hijaz Tours i ka dhe oferta pak më të mira diçka me shku anë këni. Alhamdulillah, po. Alhamdulillah, Allah i shpërblet. Na leçon Hoxha Arsim, na leçon. Po, se është banor atje. Është banor atje, ai mirët më shumë me organizimet administrative, autobusi, nuk e kemi problem. Kjo është përparësia e Hijazit se faktikisht e kanë njërin atë gjë që jeton. Po kjo na çdo herë unë ju them shokëve që ajo që na veçon për tjerë vaj se Hoxha Arsim ka studiuar në Mekë, po. Unë kam studiuar në Medinë dhe na jemi tash mos me lëvdru veten që i njohim vendet aq. I njohim edhe gjuhën, edhe vendet, po elhamdulillah që na ka zgjedh Allahu. Amin. Andaj shikues të nderuar, Hoxha Semir edhe Hoxha Arsim, Mekë, Medinë, Allah ju mënsoft, inshallah me shku në umre. Amin. Hijaz Tours në Facebook e keni për kontakt edhe. Hoxha ishte knatësi që të pata. Gjithashtu, Allah është përbleft. Allah është përbleft që na keni nderu, është podcastim i pari, ndoshta. Edhe jo i fundit. Po, do të mbahet mend ndoshta. Pas disa viteve se inshallah. Unë i kallëzova edhe vëllau që e kam pas parim pasi të krij studimet, i kam krij studimet vitin 2021. Ata 5 vite mos me bën video me dalë në përgjithë. Normal, njëri ka nevojë pak me pas situatën, me fitu pak përvojë, jo me dalë me njëherë, muna me gabu diçka e sen. Tash i kemi kalu 5 vite, mësa, vitin 2026. E shpresojmë që inshallah në tarmen edhe ligjerata që i mbajmë javora që në studenti qanë. Po inqizoj, ti ndëgjojmë edhe ne. Ti inqizojmë nga pak, inshallah. Allah i shpërbleft. Amin edhe juve. E dëgjojmë e shihemi inshallah në ardhmëri prap. Amin. Shifemi të martën e ardhshme. Selam aleikum.